Kolltuku i guvernatorit. Një ditë, Behluli ishte i vetëm në dhomën e guvernatorit në Kufe. Ai u ul në kolltukun e tij dhe filloi ta imitoj atë në veprimet e tij. Kur rojet e pan, filluan të qeshtin e të talleshin me të, Behlulin. Më pas, rojet menduan se po të vijë guvernatori dhe do ta gjej Behlulin ulur në karrigen e tij, atëherë të qeshurën do ta kthejnë në të qarë. Për këtë ata shpejtuan te Behluli dhe i thanë që të zbriste nga karrigja, por ai nuk pranoi. Pasi e këshilluan disa herë, ata e rrahën derisa e zbritën atë nga kolltuku i Veliut. Pas këtij veprimi, Behluli shkoi në një qoshe të pallatit dhe filloi të qaj. Në ato momente guvernatori hyri dhe pa që situata në pallat nuk ishte e zakonshme. Ai e pyeti kryetarin e rojeve çfarë ka ndodhur. Kryetari i rojeve, pasi u përul në shenjë madhështie për Veliun, i tha: "O padroni im, Behluli u ul në kolltukun tënd të udhëheqjes. Kur e këshilluam që të zbres, ai nuk pranoi. Pastaj u detyruam që ta rrahim atë." Guvernatori shkoi te Behluli dhe e gjeti duke qarë dhe i tha: "Bëj durim, sepse ai që vepron kundër ligjit do të ndëshkohet." Behluli i tha: "O guvernator, unë nuk qaj për veten time." Guvernatori u habit dhe i tha: "Atëherë, cili është shkaku që po qan?" Behluli i tha: "Unë ula në kolltukun tënd vetëm disa minuta dhe mora dënimin që ti e sheh. Si do të jetë gjendja jote ndërkohë që ke vite që ulesh në ato kolltuk? Dënimin që do të bjerë mbi ty e di vetëm Allahu."